Drejtuesit e policisë që do të angazhohen në mbarvajtjen e procesit zgjedhor me 11 maj kanë përfunduar trajnimin dhe sipas ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, uniformat blu janë të gatshme për të përmbushur çdo detyrë që parashikohet në rastet e zgjedhjeve parlamentare. Të garantoj gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe aktorë tjerë se policia e shtetit mbi bazën e një plani veprimi ka mbyllur trajnimet në nivel drejtues dhe është e gatshme të përmbush në vijim çdo detyrim ligjor i cili lidhet me garantimin e zgjedhjeve të lira e me standarde të datës 11 maj. Deklarata ministrit Hoxha u bë gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për fazën e tretë të programit Forcimi i policimit në komunitet, i cili mbështetet nga qeveria suedeze. Ajo që ne duhet në vijim është konsolidimi i rezultateve, thellimi i bashkëpunimit në nxënës prindër, mësues, staf akademik dhe agjenci ligjzbatuese ku programi do të luajë një rol mbështetës. Padyshim, oficerët e sigurisë janë aty e duhet të jenë të vëmendshëm për çdo informacion apo incident duke parandaluar në kohë ngjarje të pakëndshme. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda tha se krijimi i besimit ka ndikuar që shumë qytetarë të raportojnë krimin. Fal punës dhe profesionalizmit, sot policia e shtetit është agjencia ligjzbatuese më e besueshme nga qytetarët, që na obligon të gjithëve të punojmë bashkërisht për të përmirësuar akoma më shumë këtë proces thelbësor, që rrit parametrat e sigurisë dhe shndron Shqipërinë në një vend akoma më të sigurt për vizitorët dhe turistët nga mbar bota. Proda vlerësoi faktin se gjatë 2 viteve të fundit Shqipëria u vizitua nga më shumë se 10 milion turistë, ku fatmirësisht nuk ishte asnjë incident.